Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para se mi përmend shkaqet e mospajtimit ndërmjet dietarëve, domethënë çështjet të cilat kanë bërë që dietarët musliman pas mospajtimin çështje të fikut, sepse nuk do të më pas mospajtimin në çështjet e akides. Që do të vjen me lejen e Allahut azza wa jall, sepse çështjet e akides janë domethënë gati të gjitha janë çështje të prera. Dhe për to kanë ardhur argumente nga Kurani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ijma'i sahabeve dhe tabiinëve. Kanë ardhur, domethënë tekste të cilat nuk ka mundësi që ato dikush më kuptu pak më ndryshe. Domethënë shumica e çështjeve të akides kështu janë. Mirë po, sa i përket çështjeve të fikut, ka mundësi në disa prej tyre ka mundësi që me dikush me përgjigj ndonjë mendim duke bazuar në ato rregullat e usul fikut ose rregullat që kanë vendosur dietarët në kuptimin e teksteve. Dhe nëse e respekton ato, nuk ka problem. E ka një mendim pak më ndryshe, ka përgjigj, ka shikuar të gjitha argumentet, nuk ka problem. Ai tjetri e ka një mendim pak më ndryshe, ndodh që vetë personi mujtehidi për shembull, disa prej dietarëve në një periudhë të caktuar për shembull me pas një mendim të caktuar rreth një çështje të caktuar, pastaj kur ka hulumtuar edhe më shumë rreth haditheve, ajeteve kështu me radhë, ka vërejt se domethënë mendimi i tij ai më parshëm ka qenë i gabuar dhe ka kaluar në një mendim tjetër, siç është rasti me Imam Shafiun rahimahullah, i cili kur ka qenë në Irak ka pas një mëdhëb ndryshe, pastaj kur ka shkuar në Egjipt, atëherë i ka ndruar shumë prej meseleve që ka pas në Irak. Para se me ardhë me shtjellu, është e rëndësishme me u cek një çështje, kjo është, domethënë një çështje për cilën dietarët kanë vënë tekst veçantë, e që është se esencave, prej themeleve, prej domethënë prej bazave të fesë, është që njeriu duhet me synu ijtima'in, unitetin, bashkimin, edhe më mundu maksimalisht me largu prej përçarjes. Se ka herë disa prej njerëzve mundën me i kesh kuptu ato që do të vinë më vonë duke menduar se kjo, domethënë që kanë dietar mendime të ndryshme, shkakton përçarje kështu me radhë. Mirë, po në esencë themi se njeriu muslimani ka për detyrë që me synu unitetin edhe mos me pas përçarje me muslimanët e tjerë. Në momentin që ndodh ndonjë çështje e cila e cënon këtë unitet, këtë ijtima, këtë ulfe që në arabisht i bën, domethënë afrimitet ndërmjet muslimanëve, edhe nëse është mesele për shembull që është mesele dytësore, që më thonë, atëherë duhet mos sakrifiku kjo mesele çdo gjë tjetër përpas, sidomos mesele nëse është mesele pra dytësore, duhet mos sakrifiku duke mos mundu me cenu ato bazën, themelin edhe mos me prish themelin. Se nganjëherë njerëzit kapën ose përçohen për çështje, domethënë dytësore, edhe ja nisin me urrejt njëri tjetrin, me kthy shpinën njëri tjetrin për çështje pra dytësore. Nëse kishte më shikuar njeriu në ato tekstet Kuranit edhe të Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kishte më vërejt se nuk ka vlen për një çështje të tillë që njeriu me urrejt vllahun e vet. Mundet me pas një diversitet në mendime. Mirë po, zemra tina nuk do të me kona ajo e cila është që e urrejn tjetrin ose largohet për tjetrit për shkak se ai tjetri ka një mendim tjetër, ka marrë një mendim të një hozës vetë ose një mëdhëvi tjetër e kështu me radhë. Do thonë kjo asesi nuk do të mendohet sepse citatet janë të shumta që na urdhërojnë për bashkim, për unitet, për mos përçarje. Dhe këtu citate kanë ardhur në forma të ndryshme. Për këtyre, për shembull, se nga njëherë feja në urdhëron me rikujtu nimetin Allahut azza wa jall ndaj nesh, e cili është nimeti i Allahut ndaj nesh që me kon bashk, mos me kon të përçam. Domethënë kjo është një prej nimeteve më të mëdha. Këtë nimet ju ka përmend Allahu azza wa jall sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka thënë Allahu azza wa jall: "Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Kujtoni mirësinë Allahut azza wa jall ndaj jush, kur ishit armiq, sepse sahabët, sidomos në Medinë,
Ansart, që kanë qenë dy fise, Ausi dhe Khazrexhi, kanë luftuar me njëri tjetrin. Kanë luftuar lufta të gjata, sikurse lufta që quhet Buath, cilën luftë, domethënë janë vrarë shumë prej antarëve të fisit Aus dhe antarëve të fisit Khazrexh, lufta e cila ka zgjatur me dekada. Domethënë e cila ka zgjatur me dekada. Mirë, po ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu azza wa jalla nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nëpërmjet shpalljes së kësaj feje ka bërë që ata me kon armiq, po me kon miq, me kon vëllezër mes tyre. Thot Allahu azza wa jalla, kujtoni mirësinë Allah ndaj jush kur ishit armiq, ai bashkoi zemrat e juve dhe me mirësinë e tij u bët vëllezër. Do thonë kjo njeriu duhet me kujtu këtë mirësi. Dhe duhet me rujt, jo me hub, sepse mirësia e Allahut azza wa jall, për cilën domethënë i ka treguar njerëzve dhe ka treguar se është mirësi e madhe, atëherë mënyra qysh me e ruaj këtë mirësi është që domethënë mos më përqa, mos më vepru shkaqet që çojnë deri në prishjen ose në ngritjen e kësaj mirësie të Allahut azza wa jall, e cila është domethënë e kundërta pra e mirësisë Allahut azza wa jall, që është përçarja mes të njerëzve. Nganjëherë Allahu azza wa jall ose feja na urdhëron për bashkim. Domethënë vetëm përmendi domethënë mënyra që kanë ardhur, mënyrë me tregu se kjo është themel. Tash mos më ardhi dikush me na thonë se ja ashtu. Themeli është që domethënë njerëzit duhet me synu unitetin, duhet me synu edhe mos përçarjen. Mirë, po në çka? Domethënë duhet me synu në ata çka domethënë është fetare, edhe çka domethënë ka porositë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin. Ka punim për sunetin tim dhe sunetin khulafai ar-rashidin. Edhe ahli sunneti është quhet ahli sunna wal jamaa, pse se pasojnë sunetin dhe janë të përbashkët, domethënë janë që domethënë pasojnë xhamatin e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, xhamatin i cili ka qenë domethënë i papërçar në kohën e pejgamberit alayhis salam, por edhe tek ata të cilët i kanë pasur pas tyre. Domethënë Allahu azza wa jall pra ehli sunneti quhet ehli sunna dhe el jamaa për shkak se nuk janë të përçar, kanë ruajtur unitetin, janë të bashkuar rreth sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe quhen xhamat për arsye se kanë pasur ato gjeneratat e mëhershme, edhe pse ndoshta në një vend caktuar, për shembull, mos me kon pe ehli sunna wal jamaa vetëm një person i caktuar, po ai quhet ehli sunna wal jamaa për arsye se ka pasur gjematin e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra feja ka na urdhëron që të bashkohemi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith aleikum bil jamaa. Domethënë drejt për drejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na udhëzon që mu kap fort edhe me rujt xhamatin, mos mu përça. Pastaj në disa citate ka ardhur që domethënë ndalesa për më nga përçarja. Thot Allah azza wa jalla wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ka punim të gjithë fort pas litarit Allahut dhe mos u përçani. Wa la tanazi'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru. Thot Allah azza wa jalla mos u përçani mes vete, e të dobësoheni, ata humni fuqinë luftarake. Domethënë mos u përçani mes vete, thot Allah azza wa jalla. Që domethënë përçarja shkakton dobësim edhe humbje të fuqisë. Pra këtu është ndalesa për domethënë ndalesa që të përçahemi mes vete. Edhe shumë prej citateve të tjera, të cilat do t'i kaloj, nuk do t'i përmendi, me Omer radhiyallahu anhu në fjalët e tij ka thonë la takhtalifu fa innakum in ikhtalaftum kana min ba'dikum ashad ikhtilafan. I ka drejtuar sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë mos u përçani, se nëse ju përçani, atëra ata që do të vinë pas jush do të jenë edhe më të përçar. Domethënë ka drejtuar sahabët pejgamberit alayhis salam, sahabëve që janë gjenerata më e mirë, ju ka drejtuar me këtë fjalë të tina për me tregu se sa rrezikshme është që domethënë njerëzit me kon të përçar, në qoftë se edhe sahabët kishin me kon të përçar, atëra ata që do të vinin pas tyre kishin me kon edhe më përçar mes tyre. Po ashtu në ajete të ndryshme thot Allahu azza wa jall na tërheq vërejtjen edhe na ndalon nga përgjasimi me dikon i cili ka qenë, domethënë ata ummetet e tjera ose dikon i tjetër i cili ose grupet të cilat janë të përçarur mes vete. Domethënë Allahu azza wa jall ndalon nga përgjasimi me ummetet e tjera apo grupet e tjera të cilat
janë të përçarë mes vete. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an: "Wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu." Domethënë, mos I përgjani atyne. Kujna, mos u bëni si ata të cilët u përçanë dhe u ndan mes tyre. Domethënë, në ajete të shumta, në citate të shumta, në forma të ndryshme, Allahu Azza wa Jall urdhon për bashkim dhe ndalon nga përçarja. Mirë, po shtrohet pyetja. A jemi na që nga ata që domethënë jemi të bashkuar edhe nuk jemi të përçarë apo jo? Dhe a e dim na se cilat çështje për cilat duhet me pas unitet, për cilat kemi të lejuar me pas dallime, mendime apo jo? Secili grup ose secili njeriu pretendon. Secili grup për aty në 72 grupeve përveç grupit të shpëtuar, secili pretendon vetveten e vet se është grup I shpëtuar dhe nuk është I përçarë. Mirë, por nuk është puna me pretendime. Është puna me, nuk është puna me emra të rrem ose të shpikur ose me çështje që edhe dikush që pretendon për veten I jap një emër I cili është ligjësuar njeriu me pas atë emër, për shembull me pas Ahlus Sunna wal Jamaa ose dikush për shembull me thon vetë selefi. Mirë, po kur të gjejnë në anën tjetër se e vren se ai është më I përçarë edhe I nxit për përçarje, për shembull. Nuk është puna që me pretendu dikush prej neve se është në Ahlus Sunna wal Jamaa, është që thret në unitet kur të vren në jetën e përditshme, është ai I cili më së shumti nxit në përçarje. Pra, a jemi na ata të cilët bashkohen edhe nuk jemi të përçarë, po nuk jemi. Dhe a dimi për cilat mesele, duhet që mos me pas përçarje, për cilat mesele lejohet me pas mendime të ndryshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shembull gjejmë në hadithe të ndryshme u kujdes që në çështjet më të vogla mos me pas përçarje. Për shembull, la takhtalifu fa takhtalifu qulubukum. Kur I ka rendit në safa muslimant, sahabët e pejgamberit alayhis salam, atë ka thonë mos u përçani ose mos keni dallime mes njëri tjetrin, që thonë dikush më dal më përpara, dikush më përmas, po me pas safin e drejtë. Mos la takhtalifu fa takhtalifu qulubukum. Sepse kjo përçarja dhe dallimet e njerëzve në saf, duke mos ndrejtë safin mirë, kjo bën që edhe zemrat më përçarën mes tyne. Allah Azza wa Jalla ka bërë që edhe zemrat, me ndiku nga çështjet, çështja e jashtme. Pra në qoftë se njerëzit nuk I ndreqin safat mirë, është rrezik që kjo më ndiku në përçarjen e zemrave të tyre. Është kujdes për çështjet edhe më të imta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu në çështje të ndryshme, për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kujdes që sahabët e tij na ruajnë unitetin. Dhe nganjëherë ka ndodhur në raste të ndryshme sahabët e pejgamberit alayhis salam, siç ndodh edhe sot, pe vëllezërve të ndryshme, pe ndoshta edhe ose motrave të ndryshme, për shembull në një vend, ose janë kolegë ose janë xhamat, për shembull debatojnë rreth një çështje të caktuar, për shembull të fesë. Edhe o thot dikush unë kam dëgjuar hoxhën tim, ai tjetri thotë kam dëgjuar hoxhën tim, thot dikush e kam lexuar në një libër, kështu. Edhe nisim me debatu, shejtani I nxit ata në mes vete edhe shkakton kjo, përçarje mes tyre pse? Për një çështje caktuar. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë ndodhur me debatu nganjëherë mes vete rreth kiraiteve. Mirë, po edhe rreth kaderit. Shkon në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dikush për shembull në çështjet e kaderit e ka përmend një ajet kuranore ose një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dikush tjetër edhe ka nisë me u nxjerr gjakrat, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është dalë dhe I ka vrejt këta, atëherë ka skuq fytyra edhe u zemru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, a jem dërgu me çto që pe bën ju debat, a jeni me çto të urdhëruam, me çto jem dërgu te ju, e ka mshil derën e debatit I cili shkakton përçarje. E çfarë është puna me njerëzit të thjeshtë, të cilët shpesh herë kur debatojnë pa dije. Thotë mua më merr mendja që kjo mesela që është ai. Tjetri jo, valla, mua më merr mendja që është mesela kështu. Thotë ai e kam dëgjuar hoxhën, po ai tjetri jo, valla, e kam dëgjuar tjetrin kështu. Edhe nisin gjakrat më nxe, edhe pastaj shkaktohet përçarja dhe rrejtja
ndërmjet njerëzve, se secili don me mbrojt mendimin e vet, don me kallëzu vetveten e vet, don me kallëzu se ai po din edhe ai tjetri, domethënë nuk e ka mirë. E nuk e kupton pse nuk e ka mirë ai tjetri ose pse a ka mundësi me pas një mendim tjetër. Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kujdes që me nëse ka ndodhur diçka në tek sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me e ngushtu ose me preja të udhën, me stopuat çështja e cila ndikon në përçarjen e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nganjëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose nganjëherë në ajete edhe në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka urdhresa për pajtim mes të njerëzve. Ka urdhër shumë ajete kuranore. Për aty në ajeteve për shembull la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Thatë nuk ka në shumë biseda të tyre të fshehta nuk ka kurfar dobije përveç bisedës për ata i cilë këshillon për me dhënë lëmosh, për ndonjë të mirë ose pajtim mes njerëzve. Domethënë çto biseda ka domethënë hajër. Me pajtu njerëzit. Jo me i përçar njerëzit, por me pajtu njerëzit. Gjallëherë edhe gënjeshtra lejohet për të mirë që nëse ndikon ajo që me u pajtu dy persona mes vete. Po ashtu edhe Allah Azza wa Jall ka urdhëruar që nëse dy grupe të muslimanëve ose dy musliman e luftojnë njëri tjetrin, atëherë me pajtu mes tyre. Sepse innamal mu'minuna ikhwa. Do të thonë me të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Was-sulhu khayr, ka thënë Allah Azza wa Jall në një ajet tjetër kuranor, edhe pse ajeti ka zbrit për pajtimin mes të burrit edhe të gruas. Për një çështje të caktuar, mirë pa ajeti është më i përgjithshëm. Për arsye të kallëzon, domethënë se më mirë është mes burrit edhe gruas që nëse ka pas ndonjë mosmarrëveshje mes tyre me i pajtu ata mes tyre. Jo që më ndo ata. Prandaj was-sulhu khayr, pajtimi është më i mirë. Pajtimi mes tyre është më i mirë. Mirë pa do të thonë ajeti është pra më i përgjithshëm që do të thonë se Allah Azza wa Jall nxit në pajtim mes njerëzve. Po ashtu prej gjërave që kanë ardhur për shembull në këto që përmendëm më herët, njerëzit në jetën e përditshme, jo që do të thonë orientohen ka pajtimi mes njerëzve, mirë po orientohen ndoshta ose i japin edhe më shumë zjarr disa çështjeve dhe masani janë nisi me fyt e me ofendue, me shpif, sidomos ndaj hoxhallarëve, ndaj dietarëve, dikush i bën tekfir dikush e konsideron bidatxhi, dikush e konsideron se ai është, domethënë tradhtar, dikush domethënë mënyra të ndryshme të shpifje të ndryshme dhe krejt këto e mbulojnë, ambalazhojnë me çështje domethënë me petkun e fetar, domethënë unë këto e bëj në emër të fesë. Nuk e din se domethënë këto e bën sepse ka domethënë egoja edhe është jahil në çështjet, nuk e din, nuk e merr vesh, mirë po qëllimi tek disa për njerëzve është me rrëzu të gjitha figurat. Që mos me pas masani njerëzit ku mu kthy, për shembull. Rrëzon ata, rrëzon tjetrin, rrëzon filan dietarin figurën e tij, rrëzon tjetrën figurën e tij dietarit ose hoxhës. Ku ka mu kthy njerëzit te kush ka mu kthy? Te jahilata, për shembull ose te njerëzit domethënë të cilët kanë pak dija, pastaj secili tyne me dhona të farë mendimin e tyne rreth çështjeve të caktuara, sidomos çështjeve madhore që ndodhin. Nëse njerëzit tentojnë me rrëzu figurat e mëdha, figurat e umetit për të cilët kanë dëshmuar krejt umeti, sidomos për dietarët e mëdhej, atëherë të dinë domethënë se ky e ka po do me rënu fen, edhe pse ndoshta nuk është kanë mendja për arsye se më pas ne njerëzit s'kan ku mu kthy. S'kan referencat, referenca nuk ekziston më dhe nëse tenton pra kësaj atëherë të kanë tentuar edhe e ka tentuar me rrezu fen. Gjejmë në citate të ndryshme se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kujdes që me ndalu çdo gjë që çon në armiqësi, qoftë edhe në çështje të dunjos. Për shembull, la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot mos ta fejon dikush dikë, nëse dikush është duke u feju, domethënë nëse një person u shkute po don me kërku një vajzë, edhe është në pritje për përgjigjes, për po apo jo.
ai tjetri po don me shku edhe me lyp me të njëjtën vajzë. Nëse din se dikush është të lyp, dikush është duke kërkuar, atëherë i ndalohet këtij na që me shku edhe me kërku, për arsye se kjo shkakton armiqësi edhe urrëtin mes njerëzve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndalu me, që thonë të na, me kthyn pazar, me kthyn njerit në pazar, që thonë të na. Domethënë dikush me ble një çështje ose me shku tek dikush, domethënë ka sa po mashat, ai thot për shembull po ta shes për 10 euro, ai tjetri po ta shes thot për 5 euro. Ose ky tjetri për shembull këta dy, domethënë shitësat, kur vjen dikush, thot dikush sa e kikit mall, thotë ne kom për 50 euro, ai tjetri i kthen në pazar, thotë jo, ne po ta shes për 30 euro. Këto janë që janë të ndaluara dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar këto për, domethënë çështjet më të vogla dhe në çështjet e dinjos, për me ruajt unitetin, Pra, çështja e unitetit, çështja, domethënë me kon të unifikuar, është çështje madhore, është për themeleve dhe njeriu do të më tentu që me ruajt këtë unitet dhe mos me vepru ato shkaqe të cilat nxisin në përçarje. Në histori ka ndodhur edhe në kohën e sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur disa ngjarje që ka pas mundësi me shpërthy ndonjë luftë ndoshta, apo ka pas mundësi me shkaktuar një përçarje e madhe, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka stopuar, ka ndaluar. Janë ngjarje të ndryshme dhe na tregojnë se pse janë shkaktuar këto, çka ka ndikuar me shkaktuar. Nganjëherë kon fanatizmi fisnor, nganjëherë kon dikush i cili ka nxit pes jashtë, ndonjë armik i Islamit. Edhe sot armiqt e Islamit nxisin përçarje të ndryshme. Për shembull nxisin nëpërmjet fanatizmave, nacionalizmave ose nëpërmjet çështjeve të ndryshme, pse? Domethënë me nxit me përçarje njerëzit. Është rasti kur ka ndodhur shpifja ndaj Aishës radhiyallahu anha. Dhe dihet, domethënë është hadith i gjatë, është e njohur çështja. Mirë po, ato që ka përdu me përmend është se njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që ka shku një kohë gjatë dhe pejgamberi alayhis salam i ka cenu nderi duke shpifur për Aishën radhiyallahu anha, ai i cili i pari i cili e ka thur këta ka qenë Abdullah ibn Ubay ibn Saluli, edhe i cili ka qenë prej fisit Khazraj. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëherë është ngrit minber, edhe ka thonë men ya'dhuruni fi rajulin balagha anhu من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي. Thot, kush është ai i cili po më ndihmon ose po më largon këtë, domethënë po më ndihmon kundër një njeriu i cili ka shkaktuar, ka shqetësuar edhe më ka cënuar nderin e familjes time, profesisht, domethënë. Thot nuk di për familjen time diçka që ka, domethënë përveç se hajrit, nuk di për familjen time, domethënë për Aishën radhiyallahu anha, nuk di diçka përveç se hajrit, nuk di që ka pasur diçka më përpara edhe ka pasur diçka mundësi me ndodh persona diçka. Po ashtu edhe njëri me të cilën është akuzuar Aisha radhiyallahu anha nuk di për ta përveç se hajr. Atëherë, në këtë rast, thuhet në hadith se u quajë Saad ibn Muadh, i cili ka qenë për fisit Aus. Megjithëse disa përmendin se Saad ibn Muadh ka qenë i vdekur në atë kohë, sepse pa të vdekë me herë mas luftës së Ahzabit, kjo ka ndodhur më vonë. Mirë, po sido qoftë, ndoshta ka qenë dikush tjetër, me Saad ibn Muadh, dikush prej aty në udhëhesve të fisit Aus, dhe ka thonë, ja Rasulullah, nëse është për fisit Aus, do të thonë për fisit ton, atëherë na kemi me vra atë person, kemi me mbyt atë person. Nëse është për fisit Khazraj, atëherë ti ordona çka të mundesh, çka të duash, atëherë na kemi vepruar ashtu çush na thuti. Atëherë është Saad ibn Ubadah, ai kryesori fisit Khazraj, sepse thamë Abdullah ibn Ubay ibn Saluli kom prej fisit Khazraj. Edhe thotë Aisha radhiyallahu anha, thotë se wa kana qablahu rajulan salihan. Domethënë para kësaj nuk ka qenë njeri pa akuzuar për diçka mirë, po e ka kapur në një moment caktuar fanatizmi ndaj familjes së tij, ndaj fisit të tij, dhe ka thonë vallahi s'kemë mbyt edhe s'kemë mos mundësi të me mbyt atë person. Edhe u çu masani Usaid ibn Hudhairi ka thonë vallahi ti je ai i cili je munafik edhe po i mbron munafikat.
edhe domethënë është kanë rrezik me u çu edhe me u kap domethënë me u zhvillu një luftë e madhe mes tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pashat që thënë na, domethënë ka pashat gjakrat, ka zbehë gjakrat për arsye se u kon rrezik që me u shpërthy një luftë ku mundet domethënë me shkaktu ku mundet me arrit fanatizmi edhe me shkaktu çka mundet me shkaktu. Domethënë patmosisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndoshta kishte ndodhur një domethënë një ngjarje shumë e hidhur. E në kohën tonë me konkon një çështje e tillë, atëherë kush e di çka kishin më ndodh ose çka do të ndodhte. Po ashtu është një rast tjetër, për shembull, se çu kujdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për unitet edhe i ka parandaluar të gjitha ato çështje të cilat mundën me shkaktuar ndonjë përçarje mesën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjë që dëshmojnë se njeriu gjithmonë duhet me sunu, domethënë unitetin e jo përçarjen dhe më mundu që ato mosmarrveshjet që ekzistojnë ndërmjet vëllezërve, domethënë me i zbeh edhe me i largu, është një person Shas ibn Qais. Ka pasur një Shas ibn Qais. Ky person ka qenë një plak i vjetër, ka një besimtar, bile u kon nëse mund me çujt me të sodit islamofat i madh dhe ka rrejt shumë musliman. Ky person ka kalu pranë ansarve. E ka vrejt se ta të usit edhe të khazrejzit edhe pse ka luftu mes vete për 4 dekada në luftën që quhet Buath, i ka pa të bashkum. I ka pa të bashkum dhe i ka pengukja. Se këta të bashkum gjithmonë kanë qenë mes vete domethënë në luftë edhe të përçam. Atëherë ka thonë vallahi, kjo është e keqe për neve. Domethënë ai fal kuptimi, domethënë kjo është rrezik për neve. Atëherë ka urdhëruar një të ri hebrej që me shku tek ata dhe veç mi o përmend disa vargje të luftës Buathit. Luftës që u zhvillu me dekada ndërmjet fisit Hausa dhe Khazraj. Veç me nxit ato fanatizmin fisnor mes tyre. Edhe veç i ka përmend disa prej vargjeve dhe ata disa prej tyre kanë thonë ai nëse jeni të gatshëm na çtash mundem me janis luftën. Domethënë çtu për aty nxe, se dikush tjetër ka nxit. Dikush tjetër i ka nxit derisa ardh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do thonë abi da'wa al-jahiliya wa ana bayna adhhurikum ama thirrën do thonë që bënë do thonë me jahilietit, me çështjet e jahilietit po merrni ndërsa unë jam mes juve, kjo lënë këto se kjo është çështja e jahilietit. Kjo ka ndodhur më përpara, Islami ka ardhur me flok këtu. Po ashtu është edhe një rast tjetër që po duam të përfundu këtë ders me këtë rast, është se në luftën Mustalik, Ben el-Mustalik, një prej ansarve ka thonë, ose një prej muhaxhirinëve e ka Kasa'a el-Muhaxhiri. Domethënë një prej ansarve e ka më shumë e ka godit në të pasmen e atina ansarit, domethënë një prej muhaxhirëve ka godit me këmbën e tij të pasmen e atina ansarit. Kjo ka qenë shumë e urrëtur te arabët. Që kanë pasur urrëtur tek ata, që ka qenë urrëtur tek ata që dikush më mësu pas shafe. Domethënë arabët e kanë urrët. Edhe kanë pas edhe në këtë rast e kanë urrët që dikush me godit me këmbën e tyne përmas. Edhe ai ka qenë ai personi i cili ka qenë domethënë që ka pas humor, edhe domethënë njëri hajgarexhi që thonë na. Mirë, po më herë kjo ka shkaktuar zënk në mes tyne. Edhe i kanë thirrë më herë para se me thirr ato, domethënë harrova të përmendë se në këtë moment ai i dyti e ka mshuar plak të parit që ka bëu këtë veprim dhe pastaj domethënë nxej gjakrat edhe kanë thirrë jo hajde të ansar të kapëm luftë, domethënë ato armët ai tjetër të muhaxhir, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë da'uha fa innaha muntina. Lënë këto se kjo është domethënë është që kundërman erë keqe. Është e neveritshme, është e keqe, është pe jahilietit, është domethënë çështje që nuk do të më vepru, se Islami s'ka ardhur me këto, ka ardhur Islami domethënë ka ardhur Islami me pengu këto. Këto janë domethënë raste që tregojnë se nganjëherë shejtani mundet me nxit që me shkaktu përçarje
ndërmjet muslimanëve, ndërmjet vëllezërve, për çështje dytësore, çështje që nuk ja vlen vërtu me u marrë edhe aq shumë, ose për çështje ndoshta edhe për një fjalë goje, se për që dikush ndoshta i duket se e kanë në përkom derën tjetër kujna e ka nënçmu ose diçka tjetër, ose për që përmendëm edhe për çështje ndoshta për çështje edhe më banale që mundë me ndodh domethënë deri tek përçarja, arrit deri tek përçarja, apo ndoshta edhe deri te vrasja, deri te luftimi i njëri tjetrit. Allahu Azza wa Jalla dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kanë nxitur që të jemi të unifikuar dhe mos të jemi të përçar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.